ka edhe një tjetërsim të realitetit të politikë shqiptare, në që ose kemi pasur deri dje, apo deri pak mujve, kryeministin Rama, i cili kishte një mbështetje nga faktori ndërkombëtar të sponsorizuar, pa diskutueshme, me elemente korruptiv, me dhurata publike dhe jo publike të tij, sot ky realitet ka ndryshuar. Se thoni që nuk e ka një mbështetje ndërkombëtare? Nuk e ka se janë prova. Ose mendoni ju se edhe këtë? Janë prova të dukshme dhe të prekshme. E para nuk e ka se janë 5 ambasadat kryesore të Bashkimit Evropian, të cilit janë shprehur në momentin që Edi Rama mori një vendim duke e mbrojt ballokun nga sistemi i drejtësisë. Pra ishin deklarata si kemi parë në këto vite. Së ka një rol aktiv Gjermania, kuptohet që edhe me suportin dhe me autorizimin e SBA-ve që ajo të ketë një rol lider në Ballkanin Perëndimor dhe po merret në mënyrë të veçantë me Shqipërinë, me korrupsionin, me mungesën e demokracisë në këtë vend, me devijimin e votës, me vjedhjet e mëdha që kanë bërë, ka 3-4 dosje që ato i kanë në vëmendjen dhe këto ja kanë referuar edhe zotit Rama dhe këto janë ngjarje të reja. Përpara një viti patëm zotin Berisha, i cili ishte izoluar në një farë mënyrë për faktin që non grata e tij politike interferoi edhe tek vendet e Bashkimit Evropian. Sot nuk e kemi këtë realitet. As në raport me SBA-n, zoti Berisha respektohet për tyre dhe njihet si institucion, edhe në raport me Bashkimin Evropian janë gjitha